Hej të dashur miqtë e mi, tani do të ndaloj pranë jush duke sjellur një video për të folur për dy vajza të cilat në rrjetin social TikTok kanë korrur namin me klikime. Do ndaloj të flas për Suada Muçën dhe Hatin, dy personazhe që tashmë njëra ka zënë një vend të rëndësishëm nëpër mediat shqiptare dhe njëkohësisht është e ftuar nëpër kompeticione të rëndësishme. Hati, një vajzë me shami e cila na ka treguar në përjetet sociale një jetë tepër luksoze, shumë të kushtueshme, një njeri dinjitos e tjerë dhe Suada Muça, e cila na ka treguar komplet një anë tjetër, një vajzë e cila jeton ditën sot për sot, një vajzë e cila lufton që të kapën sa më shumë të dashur për të shijuar jetën e saj dhe për të përfituar lek, dhe kohën e fundit të që të dy gocat përfliten se mund të jenë pjesë e një formati siç është Big Brother VIP Albania. Tani, po të futemi në videot virale në rrjetet sociale TikTok, Suada Muça e kërkon me patjetër që të jetë pjesë e Big Brotherit, sepse e njeh veten dhe e quan veten sikur është e përgatitur jashtë mase shumë për këtë reality show dhe mund të bën namin. Ndërsa në anën tjetër, Hatin e kemi pjesë të kompeticioneve të rëndësishme dhe duke e ditur që njerëzit të cilët kanë shumë klikime, njerëzit të cilët kanë një jetë shumë të vështirë mbrapa, që në këtë rast kemi rastin e Suadës që familja e ka përzënë, fëmijët nuk i ka në krah, marrëdhënie me bashortin nuk ka dhe ajo ka një lidhje dashurie me një djalë dubanez të cilin e reklamon çdo ditë dhe i duket një jetë shumë e bukur, dhe ajo nëpërmjet të gjitha formave dëshiron që të kthehet në Shqipëri dhe ndoshta për ta treguar të vërtetën e saj dhe gabimin që ajo ka bërë në jetë. Por kemi në anën tjetër Hatin, një vajzë e cila nisi duke treguar që një grua me shami mund të bëjë një jetë dinjitoze, një femër me shami nuk e ka të ndaluar asnjë gjë, po mund të jetojë, mund të shijojë dhe mund të kënaqet dhe të argëtohet. Dhe sot është pjesë e mediave ku flet për jetën e saj, ku flet për makina luksoze, ku flet për një pasuri që në fakt askush nuk e di se nga ku po i vjen. Nga informacionet e afërta që kam unë, domethënë e di që Suada dëshiron pafund që të jetë pjesë e një reality show të tillë, sepse dëshiron që të tregon nga vetja dhe dëshiron që të rikthehet në Shqipëri dhe të ribashkohet me familjen e saj. Ndërsa në anën tjetër, nga informacionet që kam, produksioni i Big Brother është duke kryer një bisedë me Hatin dhe pritet që Hati të jetë banorja e ardhshme e Big Brother VIP Albania. Besoj që do të ishte shumë interesante, një vajzë me shami, një vajzë në moshë të re. Nuk është se Hati nuk ka bërë Big Brother, Hati Big Brotherin e ka bërë në TikTokun e saj dhe besoj që është e gatshme për të hyrë në këtë rrugtim, është e gatshme për ta përjetuar këtë rrugtimin, por dua të marr mendimin tuaj. Mendoni ju që meriton Hati dhe Suada që kërkon me patjetër që të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania?